Po ta është gjatë të shkurt, shto është puna. Mirë, në rregull. Në dy çështje që u diskutu, në para e drejta ose legitimitetit se kush ka drejt me bë qeverinë, faktikisht zgjedhet me 9% punë dhe shumica e qytetarëve, shumica dërmuese, për të thënë absolute, domethënë kanë ngrit një subjekt politik me distancë jashtëzakonisht madhe me subjekte tjera, prandaj nëse flasim për legitimitet, to është e qartë kush e ka. Kështu që absolutisht nuk kam pas një tendencë të vendosës si kanë edhe këta tjetër, apo jo? Nuk besoj që asnjë tendencë nuk ka qenë që një muj ditë që vetvendosja është tu anku para qytetarëve se po don dikush më na vjedh fituar ose kem drejt na, absolutisht. Ata blen shumë të relaksum, sepse edhe pa dashur ata me thirrje kanë telefon, ju afro vetë një subjekt politik, tha që unë jam gjendje me bisedu, me diskutu, parti tjera janë, siç e tha, nuk janë absolutisht të gatshme. Absolut nuk janë të gatshme me bëni lloj bloku, po për ju pedis ashtu nuk kuptoj për shkak të pozicionit tuaj politik. Po logjikisht unë besoj që është nuk është reale, nuk është diçka reale. Prandaj nuk po besoj që ka ndaj debat ose arsye të madhe që të ketë një debat se kush po fiton debatin publik se kush ka drejt me bë qeverinë. Ktu janë dy zgjidhje për mendimin tim. Edhe bile të më thonë një zgjidhje. Ajo është zgjidhje që vetvendosja e ban qeverinë, Albin Kurti ka me kohë kryeministër edhe për një kohë sa ka me kohë Jakuna nuk e di. Kjo do të ishte shumë gabim në kuptimin e opozitës edhe lëngjes s'ka alternativë tjetër. LDK-ja na e dim që duhet për këtyre zgjedhjeve. Jo vetëm që duhet me rezultat jashtëzakonisht jo të mirë për ta, po duhet me një farë mënyrë që mbrana për mbrana listës, dhe pas mbrana për mbrana ato në numrave të parë, u votu njerëz të cilët. Opozita po shohim dy argumente që po hidhen. Në një thonë që ne nuk jemi një blok i vetëm opozitar, dhe dyta po e duan gjithë kryeministrin. Ato të ishte abdal. Pra LDK-s opozita nuk po blok opozitar është bërë fjalën dytë, çfarë gabimi i tmerrshëm. Besa përfundoj, lutem se mbeta pa e përfunduar. Po isha dy dash me thonë, zoti Abdigjiku nuk i ka dalë matematika edhe reforma mbrana për mbrana subjektit politik, sepse mbrana për mbrana 10 shës të parë janë votu shumë njerëz nga e kaluara që realisht ajo është mundu mos me i lanë me po tham potencialisht sepse nuk quhet ç'a mund të quhet reformë kur realisht qytetari ka thënë këta njerëz janë të mirë, ta kanë merret portë aty. Kështu që kjo e para e dyta në publik i dul që janë vjedh votat ndërmjet vetes. Kjo i ka bëllë goditje tjetër. Kështu që Lumir Abdigjiku nuk është absolutisht i gatshëm, madje edhe kryeministrin më dha dikush po s'jap kërkosh sepse ka shkuar koha që merr partia 3 e 4 kryeministrin më. Nuk kemi çat stat demokracisë pa e dabluar na që bëjmë eksperimente të tilla për hatër të atij ose për hatër të këtij ose nuk bëhet më kjo për hatër. Kjo bëhet me votë qytetarëve, dashur duhet të pajtohemi me këtu. Ka qenë Niko Rugova, Niko Hashim Thaçi, sot është Albin Kurti ka kohën e tij, na duhet të pajtohemi me këtë realitet. Po, proceset janë të tilla. Ne edhe në qeveri shtete tjera kemi parë që kur një parti është aq nxor le të themi për ta bërë qeverinë dhe merr afër një parti të vogël nacionalisht. Ndarja e pushtetit është krejt një temë tjetër, është çështje komplet tjetër e cila është pjesë e negociatave ndërmjet subjekteve politike. Po unë të paktën nuk po shoh asnjë lloj rreziku që vetvendosja nuk mund e bën qeverinë rreziku. Pse më shkruaj rreziku se në far lloj hamendje që na e lanë neve këtu për me debatu që hej, po bëhet për qeve. Fatkeqësisht kjo mundet me qenë e vërtetë. Ky është një debat i prodhuar prej institucioneve që kanë qenë të kapura edhe që na e kanë ndryshuar kushtetutën. S'ka këtu skenar dytë nuk ka. Ç'është ndryshuar? Konkretisht kush janë ato institucione? Gjykata kushtetuese kur e ka pas për herë të parë çështjen se kush ka drejt me bë qeverinë, ajo në akt gjykim ka thonë e ka përmend veç forcën e parë. Nëse këshyrë akt gjykim shumë faqësh, jep plot shembuj të shteteve rand, të rajonit, të Evropës, për të Evropës, që thot cila është përparësia e subjektit parë politik që i fiton pra zgjedhjet. Disa vende ka bonus plus 50 vende në kuvend. Dikush tjetër mjafton me dalje parë, me automatizëm i fiton gjysën e vendeve. Veç tash që thamë. Tash, një institucion i kapur, qysh është gjykata kushtetuese që po të argumentoj, e ka ndru precedonin në herën e dytë. Se i ka konvenu me ja kalu mandatarin subjektit dytë politik, edhe në shka është thirr në dokumente përgatitore të kushtetutës. Kanë thonë, na në kushtetuta s'po na kallëzon, s'po na jep mundësinë me thonë që i takon edhe dytit ose tretit. Por na i kena gjetë do dokumente që as nuk kanë vull, as nuk kanë protokoll. Se para 4 vjetë si pengoj vetëvendosjes gjykata kushtetuese dhe kjo shumë mirë. Vetëvendosja ka qenë subjekti parë politik. Po mirë, dhe si ka penguar atë tash pi pengon, edhe si ka numra tash. Ka qenë subjekti parë politik. Po mirë, edhe tash është subjekti parë.
është edhe stazhi parë. Kur e ka marrë këtë vendim gjykata kushtetuese? Kjo është e saktë, po. Kur e ka marrë këtë vendim gjykata kushtetuese? Leve burca historinë, apo flasëm aktualisht, që është momentumi më Po ta kalzoj pasojën. Pa i di bërë në ato pasoja, s'kem nevoj me në mojt ligjerata. Në ka zu bëna këthy para 10 vjetës. Po s'jam të të mojt ligjerata. Po jo, se sa personale, po përna i hub kohën. Para teje s'kisha dal hiq. Po hiq ki nevoj me dalë që nuk jetu i shërgry debatit. Dikujt edhe me dal ligjerata, ku të është bashkët, se kur është e ngarkume, po se kur është tërës. Të bashkë jesë të ti një ansër të fletë si militantive të vendosjes, do fletë si gazetarë. Mimos, unë e kësë Kisha diskutu me ty, unë e isha të tre redaksisë. unë e isha të folë qëto. Ja, veç nëse mu i me ndërtu argumente. Asë njerë që ndërhyna, Mirë, veç 2 herë mora fjallën, jo s'te kryta, se ti Që edhe një minut për të alona kryje, ta një flasë. si asë që jep 1 minut, asë 2. Tjetër kush e moderat debatin. Tjetër kush e moderat debatin. Vazhdoj Fillo t'i argumentin. kështu, ku Ja, jem s'po su si, po të kallëzoj që jetu. Po shërbes se Po militant. jo para me. Urna, Ta vazhdoj, smuret. pastaj du ta ketë radhën. Po, okej, në rregull. Ideja është që një institucion i kapur, si gjykata kushtetuese, e ka ndru presedanin. Sepse i është kriju një momentum tjetër politik edhe i është dasht subjekti dytë me marë qeverinë edhe me përjashtu të parin. Pra ndaj na flasim sot se mos si shte kë akt gjykim, sot s'kishum fol, a ka drejt vetëvendosja, a mujnë edhe opozita. Po, unë menoj për te i kësaj, menoj që vetëvendosja e ka shumë letë. Absolutisht. Me bo qeveri për disa arsye. E para e ka deputet të komuniteteve jo serbe, e ka dhe një serb. Ju gjithë të konfirmuar. Po, Ende ka- ti kime i po ata, edhe i ke Historikisht spoku ata të re të opozitës që zoti Lima i ka shprej gatishmëri për të S'ka asnjë rrezik për Unë mendoj që se cila qeveri me LDK-n, ta është jo legjitime për shkakun që është vërtetu, spoku një kuti ka vërtetu që vota e saj është shumë e manipulume. Tash nuk e di nëse ka me pas edhe një proces të ri, qoftë të rinumrimit votës, qoftë edhe nëse kontestohet kjo vota me post, a ka mu anullu, si e tër ose jo. Tash, pse opozita e ka të pamundun me e bo, ose pse s'është e interesume opozita me e bo qeverinë. Nëse vetëvendosje me 61 qoftë edhe 61 vota në kuvend e bës sot qeverin, jem gjallë, mas 9 mujve kur vjetë çështja e presidentit, subjektet që janë opozit kanë me abo kvorumin me zgjedhë presidentin, se LDK s'është e gatshme me shku në zgjedhje. Me këtë rezultat, edhe AAK i friksohet pragut për shkak që mo nismen, na dje patëm një nën krytar të AAK-s që tha nismen mo në asnjë rrethon se marrëm në koalicion. Kështu që i ki dy subjekte opozitare që nuk janë të gatshme me hi në një proces të ri zgjedhor. Po dhe sikur të heq duke ta dhe ma këtë fjallë, dhe sikur të heq duke krejt vetë vendu